Përputhen është ndër emisionet më të shikuara në televizionet shqiptare. Tash e disa vite emisioni Përputhen është që të bëj bashkë djemë dhe vajza të ri për të krijuar lidhje më të gjata të dashurisë. Por deri më tani në asnjë edicion nuk është krijuar ndonjë lidhje që është vazhduar edhe jashtë emisionit. Për të qenë në hap me Showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ketrina është ndër vajzat më të përfolura të këtij edicioni, e cila kishte disa takime me djem, por që ende nuk ka vendosur për ndonjërin prej tyre. Ajo së fundi kishte një përleshje me Emin, ku kishin shkëmbyer ofendime në studio, e ku më pas edhe janë kacafytur fizikisht, duke u kapur për flokësh. Ishin konkurrentët të cilat reaguan shpejt për t'i larguar nga njëra tjetra, se çfarë do të vendos produksioni me to mbetet të shihet. A do të përjashtohen nga emisioni apo do të ketë vetëm masa për to, ata ende nuk kanë vendosur.